Po, patjetër kemi komunikuar qoftë me rrugë telefonike, qoftë me rrugë personale ballë për ballë. Çfarë ju ka thënë? Apo thjesht urim? Shifrat flasin vetë. Un kam qejf të komunikoj, ju thash, unë nuk jam tip emocional. Nuk kam qenë për shumë kohë, kështu që nuk un komunikoj përmes votës. Ky është komunikimi im kryesor. Pra mbështetja nga njerëzit është kuantifikohet përmes votës. Këtë proces kemi, këtë sistem kemi, ne nuk është se kemi sondazhe me radhë, kemi votën. Po patjetër, ju keni dëgjuar vetë doktor Berishën ka dhënë deklarata personale, mediatike dhe është shprehur shumë qartë, kështu që tash nuk do flasun për veten. Po në finalizimin e numërimit votave nuk më dhe një përgjigje me Jorita Tabakun. Kush ishte pyetja? Po, të pyeta çfarë shkëmbyet me njëri tjetrin. Njëri e mori mandatin, njëri se mori. Nuk keni kontaktuar pas rezultatit. Okej. Se në fakt më duket sikur s'po marr përgjigjen këtu, si nuk keni kontaktuar se kërcet pak. Çfarë çudie ka këtu? Domethënë as e ke uruar as të ka thënë gjë. Ne kemi folur në telefon për të rënë dakord për këtë intervistë kur dhe ku apo jo. Ky është të kontaktosh përmes mesazhit apo telefonatës, kjo gjë s'ka ndodhur. Okej, në rregull. Tani nuk e di sa më i qartë se kaq. Jo, në rregull, s'keni komunikuar, në rregull se menduam dy njerëzit më të votuar mund të jenë me një qasje tjetër, domethënë. Po besoj ju e keni të qartë rrugtimin politik timin dhe zonjës Tabaku, cilët nuk është se erdhen nga një pikë dhe shkuam dhe garuam bashkë, po ka qenë konvergent. Pra, ajo është nisur nga një drejtim tjetër, unë jam nisur nga një drejtim tjetër. Dhe kemi konverguar që kemi shkuar aty pak a shumë kokë me votat, po kjo s'do të thotë që ka qenë udhëtim i përbashkët. Pas këtij rezultati, e ke më të qartë panoramën e ambicjes tënde të objektivit radhës, apo akoma nuk ke një projekcion qartë? Pyetja është shumë e bukur. Unë vazhdoj qëndroj fort ke pjesa që pa një analizë të brendshme të qartë nuk merren vendime, por ç'është më e rëndësishme, kjo nuk është thelbësorja kjo. Ç'është më e rëndësishme dhe është thelbësore, është çfarë nevojite dhe çfarë kërkojnë njerëzit. Pra, ata çfarë mendimi kanë. Se në fund fare unë ju them 100 herë do ja them, nuk lodhem fare. Unë besoj që demokracia nga poshtë lart. Pra, përfaqësimi është për njerëzit dhe ku ata mendojnë se duhet garuar, unë mendoj se atje duhet shkojnë kuajt e betejës. Po ka nga ata njerëz, për shembull, unë kam dëgjuar vetë, që të shohin se jo në kryet PD-s. Ka të tjerë që të shohin si një kandidaturë e radhës për kryebashkiak të Tiranës, për shembull. Po, pyetja. Cila nga këto mund të ishte më afër objektivit, dëshirës, ambicjes tënde? Po, varet nga dy elemente. Varet përsëri nga njerëzit, që do të thotë kush është prevalenca, pra sa është numri i njerëzve që kërkon, cila është përqindja, nuk janë kaq matematik gjërat, se po i bëjmë shumë matematik. Vje keq, po unë jam shumë analitik. Kjo është natyra ime. Po dakord, jemi shumë konkret. Atëherë do i bëj analizat vetëm ke kokaina, mos t'ju them, i bi që unë s'po ju them të vërtetën. Jo, po mira, po e bëj pyetje ndryshe, cila nga këto të dyja për shembull është më e mundshme në të ardhmen e afërt, është më realizueshme. Po se mund zgjedhjet për 2 vjet janë zgjedhjet. Zgjedhjet bashkiake të 2027-s. Parakoshme pastaj është gjë tjetër, po. Zgjedhjet bashkiake të 2027-s për referendum. Po. Ndërsa analiza e PD-s. Po, shumë mirë. Duhet bërë tani afër. Që të kemi të qartë. Mund të ketë dhe ndryshim kryetari, kështu që të afërt ta quhen këto. Jo. Që të dyja relativisht. Për mua nuk është afër 2 vjet. Po kjo tjetra është më afërt për shembull. Është e rëndësishme që ne të bim dakord këtë term 2 vjet, atëherë po jo përgjigjem për 2 vjet, se pastaj afërt apo e largët dikush mund ta mendojë që është e largët, dikush e mesme, dikush e afërt. Ne kemi procese brenda partisë tonë se si arrihet deri te kandidatura. Që janë 2 procese, zakonisht janë primare plus vendim kryesie. I keni vënë re se si këto dyja kërshëtohen. Dhe primaret pak a shumë kryen pak muaj përpara zgjedhjeve. Dakor, po primaret sikur nuk respektohen e pamna. Po ja që ndodhi që tek ne për shembull Tiranë nuk e di gjithë qarqet, tek ne në Tiranë de facto respektu. Pra po të shihni ju 2 më të votumit ishim unë dhe zonja Tabaku në primare. Po, dhe ju mundeshët kokë më kokë listën e hapur në zonën e rrezikut. Nëse ti e quan respekt primareve, tërhiqem unë pastaj. Dhe po ne dy. Kuptoj unë pastaj. Jo, nuk e kuptoni. Okay. S'keni dëgjuar akoma se çfarë po them. Në rregull. Po ne dy ishim më të votuarit kur erdhën zgjedhjet e 11 majit apo jo.
Pra që mund të shihni që rezultati Po u lat në zonën e rrezikut. Rezultati Dhe vetëm nga njëri prej jush, 2 më të votuarit nuk janë sot në pse parlament. ngatronin konceptet? Po jo, pra se 2 më të votuarit e primareve nuk janë në parlament. Po ngatrojmë Se u konceptet edhe lanë një në herë. zonën e rrezikut që të dy. Unë mendoj Dhe që ata më pak të votuarit e primareve u futën në zonën e sigurt. Po mendoj që keni Është gabu. fakt kjo që po them unë apo? Mendoj që keni gabu Okej, të dakor. ftuarin. Jo, Sepse po mboni pyetje që i takojnë një antar i kryesie, nuk janë. Jo, po a ishe Neve, pjesë e procesit primareve Po, ti? atëherë më A lejoni të dole ndër më përgjigjem. të votuarit? Atëherë më lejo të përgjigjem. Okej, në rregull. Si mër votuarit në primare, po ashtu që më dhe më të votuarit në zgjedhjet e 11 majit, apo jo. Që do të thotë, kjo demokracia brendshme që kemi neve, që është vetëm brenda antarësisë son, Po. pasqyron shumë mirë edhe demokracinë e jashtme. Pra di kemi neve ta bëjmë këtë proces. Nga tjetri krah, ajo pyetje që juve po bëni, është pse të parët, le të themi që dolën nëpër primare, nuk që ke lista e mbyllur, apo kjo ishte biseda. Po, ky ishte tagër që mori kryesia e partisë, që njëkohësisht mendoj që duhet të jetë pjesë e analizës, por është tagër i tyre. E bën zgjedhje mirë apo e bën zgjedhje keq ata, takon privilegj apo përgjegjësi po atyre që e morën. Por nuk është pjesë që në primare po dalësh i parë në listë e mbyllur, nuk ka qenë kurrë në udhëzim. Unë jam këshill kombëtar dhe kjo nuk është pjesë e udhëzimit. Pra në udhëzim ishte që të parët kanë një prag për të kaluar, etj për të kualifikuar dhe pastaj vendimari takonte kryesisë. I tillë ishte i vendimi. Dhe tillë ishin primarët. Pra nëse njerëzit nuk e kanë kuptuar këtë, ndoshta nuk është informuar siç duhet nga ana e kryesisë se si ka qenë udhëzimi, nuk e di për cilën arsye. Po shumë mirë, meqense kanë kuptuar, atëherë ta bëjnë me dije. Po jo, është krejt logjike. Jo, nuk është logjike. Ti nuk je sot në parlament, ndërkohë që ti ishe më i votuari i primareve dhe më i votuari i 11 majit. Ti nuk je në parlament. Sistemi elektoral edhe një herë. Është ajo që the ti në fillim të bisedës. Nëse do ishin lejuar listat e hapura komplet, se un kam qenë kundër listave të mbyllura që në korrikën e vitit kaluar, nuk është se kam nis sot unë këtë bisedë. Pra, un flas momentin që është për të folur. Më mbas, trima bas lufte ka shumë. Njerëz që vinë dhe pretendojnë merita mbasi gjithçka ka ndodhur, ka shumë. Që në korrik, un kam qenë fort për konceptin e listave të hapura. Pra në zbatim të asaj që ishte vendimi i gjykatës kushtetuese. Pse? Kam një qendrim institucional. Ato rrëzun hersin dhe thanë hersin nuk bazohet në kushtetut, atëherë automatikisht u hapën listat. Momentin që sistemi dhe kodi zgjedhor u bë lista hapur, listë mbyllur dhe madje nuk ishte as hers dhe aq më keq akoma nuk ishte as mundësi të votoheshin njerëzit brenda listës së mbyllur, pra ne nuk e dim se sa vota mund të marrë një person brenda listës së mbyllur, se nuk e ke mundësinë ta votosh dhe ta numërosh. Un kam pas reagimin tim shumë të qartë, duke thënë që ky sistem elektoral është qartësisht një sistem që e dëmton opozitën. Pse? Sepse e largon nga demokracia drejt për drejt, dhe kjo është favor të opozitës, po të japësh demokraci drejt për drejt, sepse ne u besojmë njerëzve. Neve duam të votojmë njerëz, ne nuk votojmë thjesht një sigël apo një program. Ne duam dhe njerëzit, cilët do ta jetësojnë atë program aty, dhe sidomos për forcat e djatha, kjo është ka rëndësi primare. Dhe ja ku dolën, dhe ka efektin e vet dhe në zgjedhjet e mëdha ky element. Duhet analizuar, po patjetër duhet analizuar. Ishte i sistemi elektoral i drejtë? Jo, nuk ishte i drejtë. A mori vendimet e duhura kryesia? Do ta analizojmë. A mori vendimet e duhura kryesia? Un kam nga terreni dhe un do ta çoj. Kur neve të bëjmë këtë analizë, do të çoj realitetin tim, pra të asaj që kam parë unë terren. Nuk u duk sistemi i drejtë dhe nuk u duk sistem që avantazhonte Partinë Demokratike. Paktën në realitetin që ndeshja unë terren. Terren e tjera nuk e kam iden, se u s'kam bërë fushat në Korçë, në Shkodër, në Elbasan e tjerë, kam bërë fushat në Tiranë. Dhe në Tiranë nuk ka qenë diçka që e favorizonte. Okej, do të thonë është e kohë që unë të pyes nëse ka një emergjencë aktualisht në Partinë Demokratike, ndodhet në ditë shumë të këqija, ka marrë një rezultat tërmues. Ne u bëm disa vite, në emergjencë. 12 vite në opozit. Po, dhe 4 tjera tani 16. Pra, a është në rrezik Partia Demokratike për të shpërbër, për të coptuar më shumë, për të mos siguruar më kurrë rotacionin, a mund të zihet vendi i saj nga forcat e reja që tashmë do të jenë në parlament edhe pse numër janë shumë të vogla, po e rëndësishme është fryma, sepse ajo garanton rritjen. Ishin disa pyetje. Ishin disa konstatime, pyetje. Unë mendoj që rreth parë duhet shohim interesin publik. Interesi publik është që të ketë një sistem demokratik dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme.
pastaj i fiton apo si fiton Partia Demokratike dhe i fiton apo si fiton dikush një parti tjetër, kjo është sekondare. Nëse sistemin e ke demokratik, nëse ti ke zgjedhë lirat e ndër, fitoft më i mirë. Po pse nuk është në interesin publik që ti sigurosh një alternativë opozitare? Po, për rotacion? Po nëse ti s'ke zgjedhë lirat e ndershme, është e kot që flasim neve, dhe 45 vjet kemi bërë zgjedhjen kur ishim diktaturë. Do ti mendon që edhe nëse ju po themi bëheni një frym, një alternativë shumë e shëndetshme, prapë ju nuk fitoni domethënë? Me këtë sistem. Po ju do ta themi shumë qartë, ne jemi ndërmjet autokracisë dhe diktaturës, tu qëndrojmë neve, nuk jemi demokracinë. Të kundërshton ama. Jo sapo thatë që pavarësisht se morë shumë vota je jashtë. Ky është sistemi. Po dakord, po ti u votove masivisht. Po, edhe prap jashtë. Ky është sistemi. Jemi ndërmjet autokracisë dhe diktaturës. Po të kishte ngjallur besim Partia Demokratike, nuk do votoj masivisht, do kalonte përtej vjedhjes së Tiranës, përtej kodit zgjedhor. Po, dalimi çik nga hipoteza. Një vot plebiscitare flasun, në momentin që ngjall frym. Dalimi çik nga hipoteza. Kritemi çik realitet. Po. Realiteti është që ne ndodhemi ndërmjet autokracisë dhe diktaturës, kjo është e vërteta. Ne nuk kemi demokraci, mendoj njerëz që ka demokraci, kush i vendos gjithë gjërat në Shqipëri? Kush e ka gjyqësorin dorë, legjislativin dorë, ekzekutivin dorë, ka marrë dhe pushtetin vendor në dorë, kush i ka marrë? Sa ministra ja dini emrin? Sa dini emrin ministrave? Sa deputet njihni? 10, 20, 25, ka 140 i njihni të gjithë? Nuk ka shans, është një dorë. Vetëm Edi Rama. Ne po shkojmë nga autokracia në diktaturë, se autokraci kemi shku. Qose ne mendojmë që kjo është demokraci, po ku njëm vjetë nga mjesi deri në darkë. Ne duhet i themi problemet, sepse problemi nuk zgjidhet qofse ne im qefim ato. E para është kjo. Pra nëse neve kemi vendosur, kemi qenë 45 vjet në diktaturë, kemi parë si është bëshin zgjedhje dhe atëherë 99.99% fitonte Fronti Demokratik atëherë. Ishte faji i opozitës? Po të guxohesh të ishe në opozitë, merrshim qafë. Ty dhe familjen tate, ti ndërnonin. Një ky element. Elementi tjetër, opozita frymzon. Se ma bot këtë pyetje dhe është e rëndësishme. Nëse ishte çështja thjesht frymëzimi nga Partia Demokratike, dhe zeim nuk është. Po ta marrë mirë qenë që ta shkurtojmë kohën e debatit, nuk frymëzoi Partia Demokratike. Po kishte edhe 9 forca tjera. Përveç Partisë Socialiste, ishin 11 subjekte. Heqim PS-n dhe PD-n, mbetën dhe 9 tjera. Po asnjë nuk i frymëzoi këta njerëz. Askush nuk frymëzonte. Kishte çuna të ri, kishte vajza të reja, kishte njerëz pa korrupsion, as financiar dhe pa korrupsion moral, asgjë. Dhe sa pra mandate prodhon? Shumë pak. Nuk është çështje frymëzimi kjo. Kjo është çështje trenash bullgar, kjo është çështje blerje votash, nuk e diskuton krimi zgjedhor në Shqipëri, nuk hetohet. Nuk e heton kush, se ka rënë shteti. Pra ne kemi dosje të krimit zgjedhor 2021-shit, mbaroi legjislatura 4 vjet, ato s'janë hetuar akoma. Kujt ja tregojmë në këto prallat e krimit zgjedhor? Dakor, këto janë komponentës së tërës. Jo, po kjo është më e rëndësishme. Pra un kam një pistolet ke dora, ta kam drejtu, dhe un them ty, po pse ti sarrafe këtë? Ka pistolet ke dora ky. Nëse ndërhyn shteti, fiton pistoleta. Po s'diskutohet fare. Po mirë pra, po ja pse fitove ti? Po pse fitoi Sara Mile? Shembull si ty e rrëzojnë këtë që ti po thua pra. I njihni ju këto? I keni dëgjuar vota masive për ty, a ishte një leksion për kryetarin e Partisë Demokratike? Të jemi shumë të qartë, sepse neve kuptove ti me votën që të dhënë ty. Neve duhet heqim dorë një herë mirë. Po vota që të dhanë ty masivisht. Duhet heqim dorë. Po ka shumë njerëz që thonë që ishte një leksion për kryetarin e Partisë Demokratike që ja ne duam njerëz si ky, dhe jo si ata që vot ti në lista. E dhan ato mesazhe. Që sillin humbjen. Dhe ne do ta analizojmë dhe aty e kemi, dhe patjetër jam unë i pari që e mbroj këtë tezë. Por ne nuk duhet ikim nga realiteti i madh. Në realitetin e madh, në këtë lloj formati zgjedhësh, në këtë lloj shteti që kemi dhe pa arbitrazh fare, tu do fitojnë gjithmonë fenomen kush t'jep lekët. Po më patjetër. Merr 20.000 vota, merr 200.000 ai tjetri. E keni pa raportin e fundit të Eurostatit, 42% e popullatës shqiptare është në varfëri. 42%. E thot Eurostati. Po, e nxori para 2 ditësh për vitin 2024. A e kuptoni çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nëse ti ke një fuqi ekonomike të caktuar, ke një shtet, ke mundësi kriminale, ne dimë që jemi qendra e shpërndarjes drogës për gjithë Europën. Ne kemi shumë qartë këto. Atëherë më thuaj çfarë do të bëhet pra? Nuk ka opozitë në botë. Si zgjidhet kjo pra? Çfarë do të bëhet? Mos sille këtu 100 dush nga kryetarët e shteteve europiane, sill këtu këtë dush. Sill zotin Trump vet këtu. Kandidoj kundër me këtë sistem këtu, nuk fiton dot.